Kosova si media service ka bërë këtë. Ju lutem, këndi i media është atje. Ju lutem, këndi i media, ju lutem, këndi i media është atje. Largon, zote, ju lutem, këndi i media është atje. Largon. Ju lutem, këndi i media është atje. Ju lutem, zoti Zodëms. Ju lutem, jam nëni një vi njerëzit që nuk kuptojnë gjërat. Ju lutem se po bëjnë shpitje poshtërsi shumë madhe. Jo, vetëm kur turni, Fal, hej, hiç jam t'i folmi. Lutem, ullu vendin tonë edhe mos deti këne. Lutem, hiç s'ka asnjë pyetje kur e shkelni çdo kohë. Jo, cili është vetë? Cili? Ama cili është? Jo, zotni, këndi media është qëtu. Këndi i vetë i këqëtës është. Respektoni një kodë të mirësjelljes që nuk po respektoni fare. Ju s'keni drejt me marrë pamje afër aty. Që ku e keni këndin? A ju pengoj dikush dhe të A ju ka pengu dikush? Jo, hesim shëtsu. Jo, me pa edukatën në juve për shëtsone. Ke hyja aty, po dërë me zonë me një forë, që më ndej qëtë televizion, më ndej të qenë atje, flasin, jo këshëri jarë këne. Moni ju lutëm. E keni një këtë mediave, respektoni. Media e kanë një kamë. Derisa media nuk tërhiqën. Zoj, ju e keni për detyrë me u tërheqin këndin e ju. Zoj, zotni ju lutem tërheqën. Tërheqën, zoj, tërheqën. Kamera është e shumë. Fal, mos pa pyetje fal. Tërheqën. Veç pas, tash, tërheqën i këtu, unë e ullë në atje, çfarë do pyetje që këtu? Po, jo me ardhë aty, me këshyrë edhe me provoku. Ullën e ju këtu, vetëm në kondin e ju. Asnjë fjalë tjetër nëse nuk e respektoni kohë. Jo, vendosni mikrofon. Po jo me ardhë me kamera. Unë ju kom pyet disa herë, a keni pyetje shtesë, kom ne këtu, s'keni po. Domethënë, sjellja ju është provokative. Bëni me marrë pamje, në një fjalë, që ju pyeti kush ju shoh.